Flamurtari luan të premte në Vlorë në orën 19 ndeshjen finale me Tiranën në kuadër të javës së 30 të kategorisë superiore. Takimi do të startojë në orën 19. Ndeshja shumë e rëndësishme për objektivin, ndërsa duket se sfida është ndezur tashmë si në media, por edhe me stafeve teknike, futbollistëve të dyja skuadrave dhe tifozerive. Pasi luajnë dy skuadra emblematike të futbollit shqiptar me emër dhe traditë, por ndeshja do të jetë edhe luftuar me Flamurtarin që kërkon vetëm 3 pikët. E ndërsa trajneri i Tiranës Orges Shehi është me laps dhe letër, trajneri i Flamurtarit Andi Ribaj është gati për super sfidën, i armatosur me stilograf dhe blok. Madje vetë trajneri Ribaj është shprehur përpara këtij takimi se skuadra që drejton do ta mbyllë ndeshjen që në pjesën e parë. Në këtë takim Flamurtari është në një situatë shumë pozitive dhe i përgatitur për të dhënë maksimumin në këtë përballje të rëndësishme. Skuadra është e qetë psikologjikisht dhe e fortë nga ana taktike dhe teknike, pasi ka patur edhe kohën e duhur për ta përgatitur ndeshjen më së miri për të marrë vetëm 3 pikët, pasi të gjithë e dinë rëndësinë e takimit me Tiranën, ndaj kërkohet maksimumi. Këtë gjë pret presidenti i klubit Sinan Idrizi, tifozët, por edhe qytetarët e Vlorës. Madje presidenti Idrizi nuk kursehet, pasi mësohet se ka vendosur një shumë të majme si premio për këtë takim. Të premte në orën 19, të gjitha rrugët të çojnë në stadiumin Flamurtari, pasi kuqezinjt luajnë përballë Tiranës. Klubi për këtë ndeshje ka publikuar edhe çmimin e biletave. Tribuna qendrore do të kushtojë 1500 lekë, tribunat A, B dhe C 300 lekë dhe tribunat D për miqt 500 lekë, ndërsa për gratë dhe vajzat hyrja është falas. Flamurtari kërkon mbështetjen e të gjithëve të premte në orën 19 në takimin me Tiranën, pasi është ndeshja e sezonit, ndeshja finale, ndeshja e rëndësishme për objektivin që ka skuadra. Ndaj nga stafi teknik, futbollistët, por edhe drejtuesit e klubit, dihet mjaft mirë ky objektiv dhe rëndësia e këtij takimi. Ndaj kërkohet edhe mbështetja maksimale e tifozëve për të qenë të pranishëm në shkallët e stadiumit e për të mbështetur fuqishëm skuadrën e zemrës.